Artan Kola ka qenë banori i radhës që u eliminua nga Big Brother VIP Albania 5. Ai në momentin që hyri pati një bilet fati, por që gjatë rrugëtimit në një moment vendosi që të hapte, gjë që u vëre nga produksioni. Në një nga spektaklet atij i doli videoja dhe që nga ai çast nuk vlente më bileta për të. Me daljen nga shtëpia, ai hodhi dyshime në produksionin, duke thënë se tani biletën e kishte të mbyllur. Kush ma ndëroi biletën e fatit, sillmani këtu ose nuk largohem nga studio, theksoi ish konkurrenti. Ledion Liço më pas u mundua t'ia sqaronte dhe të tregonte për gjithë këtë që ndodhi. Në bisedë u përfshin edhe opinionistët Arbëri e Monika, duke i sqaruar Artanit situatën me biletën. Sido që të jetë, tani hodhi akuzë të drejt për drejt duke i drejtuar gishtin produksionit për manipulim të gjithë kësaj. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.